Lista më e mirë për Tetovan ka kritikuar përpjekjet e partive në pushtet për ndryshimet në kodin zgjedhor, pasi si thon po dëshirojnë të menjanojnë në tërësi faktorin jo qeveritar. Ky propozim ligj tentohet të miratohet me procedurë të shkurtuar, pa debat publik, pa transparencë, edhe pse u anulua vetëm para një muaji nga gjykata kushtetuese, kurse tani rikthehet në version ende më të rëndë. Ndryshimet e reja janë përpjekje për të fshirë zërat e pavarur nga harta politike. Kryeministri Mickoski tha se ndryshimet e kodit zgjedhor kërkojnë konsensus politik dhe sipas tij ekziston një gjë e tillë. Pakënaqësi të organizatave jo qeveritare tha se nuk mund t'i ndalë. Германия, за да се влезе во Бундестагот треба 5%. Сега во други држави 3-4 повеќе проценти, негде 5%. Сега видите, може да се појави некој што не е задоволен се. Ние не можеме, демократијата е таква да не можеме ние да забраниме задоволство или незадоволство. Ги прифаќаме тие пораки, ги анализираме и носиме најдобри решенија кои што одговарат на потребите на граѓаните, а не на поединци или на поедини невладени. Sipas propozim ndryshimeve, kandidatët e pavarur do të mund të garojnë në zgjedhje me 900 nënshkrime, ndërsa kandidatët e partive politike duhet të mbledhin 1000 nënshkrime. Në tekstin e propozimit thuhet se ndryshimet e propozuara synojnë përmirësimin e procesit zgjedhor dhe garantimin e votës së lirë, të barabartë dhe demokratike, duke u bazuar në rekomandimet e ODIHR-it. Paraprakisht, edhe shoqata qytetare reaguan se kodi zgjedhor është bërë armë kundër të pavarurve.